Ju përshëndes nga lajmet e mesditës në Top Channel. Socialistët vendosin sot se cila do të jetë lista e emrave për kandidat për deputet me të cilën do të paraqiten në zgjedhjet e 11 majit. Diskutimi nis pas një ore në takimin që do të mbahet mes drejtuesve të Partisë Socialiste, drejtuesit politik të qarqeve dhe deputetët aktual. Donald Trump thot se e ka më të lehtë të bisedojë me Rusin se sa me Kievin dhe se i beson Vladimir Putinit. Por ai tha se rusët po bombardojnë dhe kjo nuk duhet të vazhdojë. Gjatë natës ushtria ruse ka bombarduar dhe vrarë 11 civil ukrainas, ka reaguar Volodymyr Zelenski. Donald Trump i rikthyer Iranit dhe me anë të një letre drejtuar udhëheqësve të Shtetit Islamik kërkon që të bëhen bisedime për një marrëveshje të re bërthamore. Teherani mohon të ketë një letër, ndërsa mediat qeveritare e quajnë letrën e Trump një spektakël të përsëritur. Ndalimi mëngjesisht me zhvillimet e ditës deri në këto momente. Socialistët vendosin sot se cila do të jetë lista e emrave të kandidatëve për deputet me të cilën do të paraqiten në zgjedhjet e 11 majit. Diskutimi do të nisë pas një ore në një takim që do të mbahet mes drejtuesve të Partisë Socialiste, drejtuesve politik të qarqeve dhe deputetëve aktual. Ndërkohë që dje socialistët kanë zhvilluar një takim që ka zgjatur për disa orë për të diskutuar pikat kryesore të fushatës dhe të programit elektoral. Në orën 13, kryeministri Rama do të jetë së bashku me deputetët e Partisë Socialiste dhe drejtuesit politik të 12 qarqeve të vendit. Takimi që pritet të zgjasë shumë gjatë, njësoj si ai i djeshmi me anëtarët e kabinetit qeveritar, do të diskutojë linjat kryesore që do të mbahen në fushatën elektorale për zgjedhjet e 11 majit, por edhe listën e kandidatëve që pritet të paraqesë Partia Socialiste në këto zgjedhje. Burime flasin për shumë emra të rinj, bashkarisht me emrat e njohur dhe shumë aktiv të socialistëve. Aktualisht ka vetëm propozime të cilat do të merren në shqyrtim sipas qarqeve. Do të jenë drejtuesit politik të qarqeve që do të paraqesin problemet, çështjet organizative, si edhe emrat që propozojnë dhe që janë diskutuar më herët. Sonte në mbrëmje pritet të ketë një listë paraprake të emrave që mbase do të diskutohet edhe nesër. Kjo listë do të paraqitet në KQZ dhe në bazë të saj do të nisë edhe fushata elektorale. Për shkak se shumë emra do të jenë në listë të hapur dhe do të duhet të bëjnë fushat për të garuar jo vetëm me opozitën, por edhe mes tyre. Lista e kandidatëve për 12 qarqet e Shqipërisë duhet të dorëzohet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve brenda datës 12 mars. Një tjetër çështje e rëndësishme do të jetë gjithashtu vota e diasporës dhe pritet të jetë një sfidë e madhe për PS-n në këtë proces zgjedhor, për të cilën socialistët kanë punuar shumë prej kohësh me takime në çdo shtet, por edhe me nxitjen e votuesve potencial të mazhorancës për t'u regjistruar për të marrë pjesë në zgjedhjet e 11 majit. Në listë janë gati 246.000 votues. Ky është takimi i dytë i mazhorancës pas asaj që u mbaj të premten për 6 orë, ku është diskutuar në lidhje me përgatitjen e programit elektoral të Partisë Socialiste në çdo sektor, si edhe për qasjen që do të ketë partia në takimet publike me qytetarët. E po në funksion të fushatës elektorale, ishte sot edhe podcasti i kryeministrit Edi Rama me disa të rinj që morën pjesë në Kuvendin Rinor Socialist, të cilët ai quajti petalet e trëndafilit socialist. Kuvendi Rinor të PS-s Edi Rama e vijoi dhe në podcastin e tij, me 3 petalet e trëndafilit socialist, siç ai i quan, në sajt të fjalimeve më pikante që i përballi ata me reagim të fortë online, kryeministri kujtoi komentet edhe gjatë bisedës. O patronazhist, o ilerken, o qembirqen, o mashtrus, po si u bëri si veten ky? Tani, vetëm di pse? Se the përmendi ka 24 orë uji. Po, është fakt. Po të ka kaluar ajo faza e parë e shokut që hëngre gjë ato të shara gjë ato për qeshje? Më ka kaluar. Në fakt jam shumë e sinqert, nuk e përjetova shumë mirë fillimin. Futesh në politik sot është një kur ajo për te zakonshme, sepse do të marrësh parasysh që do të përballesh me gjëra që as nuk mund të shkojnë në mend. Për sa kohë nuk më njohin dhe nuk e din atë çka unë bëj, nuk më ngel hatri fare dhe nuk i lexoj. Të merren dhe mirë se të merren, po me fakte. Kërkon shumë. Njëherë me trajta edhe më të egra për shkak se shëmbujt e egërsisë janë publik, janë në tribuna. Realiteti politik nuk duhet të trembë angazhimin rinor sipas kryeministrit, i cili ka një ftesë për të rinjt teksa ndan me ta leksione. Politika
është diçka që ja vlen përtej gjithë pasakrës që i bëhet, sepse njerëzit pa trup, njerëzit pa kulturë, njerëzit pa informacion, nga ana tjetër njerëz të mirë, njerëz të ditur, bashkohen shpesh në një pikë ku gjen njëri tjetrin në fjalën që politika është diçka e pistë, nuk ja vlen. S'duhet merresh me politikë. Dhe harrojnë që në fakt pa politikën shoqëria gjendet në një situatë barbarie. Duke krahasuar parlamentin e nxënësve me kuvendin politik, Rama shprehu nevojën dhe rëndësinë për rritjen e aktivizimit të rinjve. Po, parlamenti ynë është paksa ndryshe nga parlamenti juaj. Di që është ndryshe dhe shoqëria. Jo paksa dhe është ndryshe. Po, ndryshe. Pa shpresë fare do të ishte sikur vërtet të rinj ta braktisin plotësisht totalisht politikën. Kryeministri Edi Rama ka bërë sot një takim edhe me gratë dhe vajzat anëtare të forumit të gruas socialiste. E vërteta e ekuilibrit të çdo shtëpie që pa gruan është faktikisht pa çati, po përgatitemi që të hymë në fushën e betejës elektorale. Unë duhet ju them se ndryshe nga të tjerët që kanë grumbulluar të gjitha rraqet mashkullore të Shqipërisë në emër të një madhështie që Zoti e di se ku është, se gjëja më madhështore që unë shoh në ata anë janë mustaqet e kujtim gjuzit, ne do të kemi një qasje krejt tjetër. Ne, burrat, ata që kanë marrë nga Partia Socialiste mandate, do t'i hedhim në fush që të meritojnë mandate. Ndërsa, gratë, do t'i ndajmë në dy pjesë. Gratë që do t'jenë nikoqiret e gjithë këti procesi të 4 vitet të ardhshme dhe që do ta marrin përfaqësimin e Partisë Socialiste me mbështetjen e të gjithëve ne në pjesën e mbyllur të listave dhe pastaj vajzat që do të jenë pjesë edhe e listave të hapura, ndërkohë që në listat e mbyllura ne do të kemi djem, do të kemi vajza, do të kemi gra që janë forca e të res, janë forca e gruas, janë forca e një Shqipërie që shikon përtej 2030-ës. Sot është 8 mars, ish festa e gruas, e në Prishtinë po mbahet një marshim i organizuar pikërisht për këtë ditë dhe për të theksuar respektimin e të drejtave të grave. Kam lidhje drejt për drejt Leonida Bajramin. Leonida, të përshëndes, si është organizuar marshimi ditën e sotme dhe a ka pjesëmarrje të gjerë? Ju përshëndes, atëherë në ditën ndërkombëtare të gruas edhe në Kosovë shënohet me kërkesat për drejtësi dhe barazi gjinore. Në Prishtinë kolektive feministe mban marshin e përveçshëm në moton marshojmë, festojmë e po ashtu me thirrjet liri, barazi, solidaritet. Në Prishtinë ky marsh nis nga sheshi Zahir Pajaziti ku bashkohen qytetarë, ndonse deri në këto momente nuk ka një numër shumë të madh të interesuarve. Megjithatë marshohet nga këtu sheshi Zahir Pajaziti në drejtim të Ministrisë së Drejtësisë për të vazhduar pastaj te Prokuroria e Shtetit, te Këshilli Gjyqësor e për të përfunduar marshimi pranë objektit të qeverisë së Kosovës ku shpalosën kërkesat për barazi gjinore në Kosovë. Leonida, të falenderoj. Ky është Top Channel. Gripi i shpendëve ose virusi H5N1 ka potencial që të prek edhe njerëzit, këtë e thonë ekspertët, por deri tani nuk ka ndonjë rast të regjistruar. Gripi i shpendëve H5N1 nuk prek vetëm shpendët, por edhe njerëzit. Për këtë arsye, stabilimentet e pularive duhet të marrin masa të larta biosigurie për të parandaluar përhapjen e këtij virusi, i cili në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mori edhe 2 jetë njerëzish. Gripi H5N1 është një nga llojet e gripeve që ka potencialin më të madh zoonotik që mund të preki njerëzit. Megjithatë,
ky grip nuk është se është transmetuar te njerëzit për sa i përket në gjithë kontinentin evropian, pra që do të thotë rreziku për konsumatorin mbetet i ulët. Ky grip prej 4 ditësh tashmë ka prekur edhe pularitë e vendit, të cilave u kanë shkaktuar jo pak dëme ekonomike. Ministria e Bujqësisë duhet të kujdeset që ta zgjisojë jo vetëm pulat e infektuara, por edhe vezët. Për të qenë sa më të sigurt përveç institucioneve, edhe konsumatori duhet të marrë masa për të parandaluar infektimin. Është monitorimi dhe survejanca e përforcuar veterinare në sensin e stabilimenteve të gjedhit, në stabilimentet e derit, sepse deri është specie që praktikisht mund të shërbejë si një vend ku viruset të ndryshme përziehen dhe pastaj fitojnë aftësi për të përhapë të njerëzit, dhe kjo është ajo që duhet bërë, pra praktikisht përveç monitorimit dhe kontrollit në shpend, paralelisht duhet kontrollohen dhe të monitorohen gjedhët dhe derat në mënyrë që ne të jemi sa më parë në kohë për të zbuluar në një transmetim të tillë nga shpendët tek gjyqtarët. Rastet e lopëve të infektuara me grip shpendësh në Shtetet e Bashkuara tregojnë që shtami H5N1 ka potencial të transmetohet nga shpendët tek gjyqtarët. Mjeku veterinar Kujti Mersini thotë se nëse një gjë e tillë ndodh në stallat e vendit ton, kjo do të kishte pasoja fatale për ekonominë blegtoriale. Por rreziku minimizohet në mënyrën se si gatuhet, pra që do të thotë kushte higjienike të mira gjatë procesit të gatimit dhe sigurisht trajtimi me temperatura të larta në mënyrë që të eliminohet dhe të ngordhi virusi apo të vdesë virusi nga trajtimi termik që bëhet. Gripi i shpendëve në Shqipëri afërsisht ka 5 muaj që është shfaqur. Si fillim u prekën shpendët e egër, më pas ato të oborrit, e tashmë edhe pularit. Një situatë e tillë rrezikon që të sjellë dhe ngritje të çmimit të vezëve. Donald Trump tha se ka më të lehtë që të bisedojë me Vladimir Putin sesa me Kievin, pak pasi e kërcënoi Moskën me sanksionet. Trump ka zbutur qëndrimin, duke thënë se i beson Vladimir Putinit dhe se me Rusin po ecet mirë, por ata po bombardojnë dhe kjo nuk duhet të vazhdojë. Pak pasi e kërcënoi Moskën me sanksione dhe i kërkoi ndalimin e bombardimeve të saj në rritjen ndaj Ukrainës dhe ndërkohë i pezulloi Kievit furnizimin me armë dhe shërbimet inteligjencës, Donald Trump i deklaroi publikisht se në fakt e ka më të lehtë të negociojë me Vladimir Putinin sesa me Volodymyr Zelenskin. I besoj Putinit sepse po eci mirë me Rusin, por në këtë moment po bombardojnë shumë Ukrainën. Kjo nuk mund të vazhdojë. Megjithatë, sinqerisht e shoh më të vështirë negocimin me Ukrainën, që nuk i ka letrat në dorë, dhe më të lehtë me Rusin që i ka. Sipas Bloombergut, Putini është i gatshëm të diskutojë vendosjen e një armë pushimi të përkohshëm me kushtin që të arrihet progres drejt një marrëveshje paqe përfundimtare. Tashmë të gjithë syt janë kthyer nga takimi së martës në Riyadh mes ekipit amerikan dhe atij ukrainas. Do të jetë i dërguar i posaçëm i presidentit Trump për lindjen e mesme, Steve Witkoff, ai që do të shkojë në Arabinë Saudite për të takuar me përfaqësues të Ukrainës për bisedime rreth një pushim zjarri i cili të frenojë sulmet ruse. Ajo çka duam të arrijmë është një marrëveshje kornizë për paqen si dhe një armë pushim fillestar, pohoi Witkoff, i cili shtoi se Trumpi mendon se Zelenski e ka ndrequr gabimin pas përplasjes mes dy udhëheqësve në shtëpinë e bardhë të premten që shkoi. Presidenti është i bindur se letra e Zelenskit, ku e quan përplasjen në takim për të ardhur keq, ishte një hap përpara shumë pozitiv. Në të kërkoi falje, kishte pranim se Shtetet e Bashkuara kanë bërë shumë për Ukrainën, si dhe një ndjenjë mirënjohjeje, shpjegoi Witkoff. Ndërkohë, ushtria ruse ka bombarduar qytete Ukrainës e gjatë natës, duke vrarë 11 civil. Ka reaguar Volodymyr Zelenski duke thënë se rusët nuk ndryshojnë. Pavarësisht të shprehjeve të gatshme për paqe, Rusia ka vazhduar të intensifikojë ofensivën e saj në Ukrainë, duke shkaktuar viktima dhe dëme të mëdha materiale. Gjendja në frontin lindor po përkeqësohet, teksa forcat e Moskës i kanë shtuar bombardimet ndaj qyteteve dhe vendbanimeve civile. Shënjestra e tyre e fundit ishte Dobropilja, në rajonin e Donetskut, ku sipas autoriteteve ukrainase kanë humbur jetën të paktën 11 civil, ndërsa 30 të tjerë janë plagosur, disa prej tyre rënd. Sulmi ka shkaktuar dëme të mëdha në godina rezidenciale e 10 apartamente janë përfshirë nga flakët, duke lënë shumë familje të pastrea. Ekipet e shpëtimit punuan pa ndërprerje për të shuar zjarrin dhe për të shpëtuar banorët e mbetur në rrënoja. Megjithatë, në një akt brutal, teksa zjarfikësit po tentonin të shuanin flakët dhe të shpëtonin jetë njerëzish,
Rusia ndërmori një sulm të dytë në zonë, duke dëmtuar një makinë zjarrfikse dhe duke rrezikuar edhe jetën e vetë punonjësve të emergjencës. Ky veprim u dënua ashpër nga zyrtarët ukrainas, të cilët e kanë cilësuar si një përpjekje të qëllimshme për të penguar ndihmën humanitare dhe për të përhapur terror mes popullsisë civile. Presidenti Volodymyr Zelenski u shpreh se sulmet e reja tregojnë se qëllimet e rusëve mbeten të pandryshuara, teksa komuniteti ndërkombëtar vazhdon të bëjë thirrje për ndërprerjen e menjëhershme të agresionit dhe për mbështetje të shtuar ndaj popullit ukrainas. E Donald Trump ish rikthyer Iranit dhe me anë të një letre të drejtuar udhëheqësve të Shtetit Islamik kërkon që të bëhen bisedime për një marrëveshje të re bërthamore. Teherani mohon që të ketë një letër të tillë, por mediat qeveritare e kanë quajtur letrën e Trump një spektakël të përsëritur. Mes frikës së perëndimit se Irani po zhvillon me shpejtësi aftësinë për të prodhuar armë atomike, Donald Trumpi nuk zgjedh gjuhën e forcës, por atë të kompromisit. Në një letër dërguar liderëve të Republikës Islamike, kreu i Shtëpisë së Bardhë sugjeron bisedime. Unë thash se shpresoj që të negociojnë sepse do të jetë shumë më mirë për Iranin, u shpreh Trump në një intervistë për Fox Business. Mendoj se ata do ta vlerësojnë atë letër. Alternativa tjetër është që ne të bëjmë diçka, sepse nuk mund të lejojmë një tjetër armë bërthamore, shtoi ai. Misioni i Iranit në OKB u shpreh sidoqoftë se Teherani ende nuk e ka marrë letrën në fjalë. Media Nur News e Iranit, e lidhur me organin më të lartë të sigurisë në vend, nuk i kushtoi shumë rëndësi letrës, duke e cilësuar atë një show të përsëritur nga ana e Washingtonit. I pyetur nëse letrën ja ka dërguar Ayatollahu Ali Khamenei, udhëheqësi suprem antiperëndimor i Iranit, Trumpi tha po. Ka dy mënyra se si mund të trajtohet Irani, ushtarakisht ose të bëjë një marrëveshje, ishte komenti i tij. Unë do të preferoja të bëja një marrëveshje, sepse nuk po përpiqem të dëmtoj Iranin. Ata janë njerëz të mrekullueshëm, u shpreh Trump. Zyrtarët perëndimor druhen se një Iran i armatosur me armë bërthamore mund të kërcënojë Izraelin, vendet arabe prodhuese të naftës së gjirit dhe të nxjisë gjithashtu një gar armatimi në rajon. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio deklaron se veprimet e udhëheqësit të Republika Srpska në Bosnjë po dëmtojnë stabilitetin e vendit. Administrata Trump nuk i mbështet veprimet e Milorad Dodikut dhe kjo u nënkuptua qartë nga deklarata e sekretarit amerikan të Shtetit Marco Rubio, i cili tha se lëvizjet e presidentit të Republikës Srpska përbëjnë kërcënim për sigurinë dhe stabilitetin e Bosnjë-Hercegovinës, si dhe minojnë institucionet shtetërore të saj. Qeveria jonë i bën thirrje liderëve politik në Bosnjë-Hercegovinë të angazhohen në dialog konstruktiv dhe të përgjegjshëm. Ne i kërkojmë partnerëve tanë në rajon të bashkohen me ne për ta kundërshtuar këtë sjellje të rrezikshme dhe përshkallëzuese, shkroi Rubio në rrjetin social X. Dodiku dekretoi në 5 mars ligjet e miratuara nga Kuvendi i Republikës Srpska, që është entiteti serb i Bosnjës, të cilat ndalonin punën e gjykatës, prokurorisë, agjencisë shtetërore të hetimeve, si dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Prokurorial të Bosnjës në territorin e këtij entiteti, duke u përgjigjur reagimit të ambasadës amerikane në Sarajev, e cila shprehte shqetësim për dekretimin e këtyre ligjeve jo kushtetuese. Dodiku tha 2 ditë më parë se administrata Trump nuk mban qëndrime të njëjta me administratën e kaluar Biden. Siç duket, askush nuk e paska njoftuar stafin e ambasadës amerikane në Sarajev se Joe Bideni nuk është më president, shkroi ai në X. Reagimi i fundit është përsëritje e kohëve të kaluara dhe ne besojmë se nuk pasqyron një qëndrim të baraspeshuar të administratës së re, shtoi Dodik, por duket se ai nuk e priste përgjigjen e fortë që i dha sot shefi i diplomacisë amerikane. Në Kosovë, në fshatin Banjsk të Zveçanit janë gjetur sërish armë. Policia e Kosovës ka njoftuar se ka konfiskuar armë e municion në fshatin Banjsk të Zveçanit. Njoftimi sqaron se në fakt ishin ushtarët amerikan të KFOR-it, ata që kanë hasur fillimisht në pajisje të dyshimta. Dhe më pas, policia e Kosovës ka verifikuar se bëhej fjalë për armë dhe municione, të cilat janë sekuestruar tashmë. Mes objekteve të zbuluara në një mulli të vjetër të braktisur, kishte edhe uniforma ushtarake, granata dore, karikator dhe flakadan. Çështja ju referua prokurorisë që ka nisur menjëherë hetimet, pikërisht në Banjsk, në veri të vendit. Sulmi një grupi serbësh të armatosur kundër njësive speciale të Kosovës 24 shtatorin e vitit 2023 i kushtoi jetën efektivit Afrim Bunjaku. Disa prej agresorëve mbetën gjithashtu të vrarë. Episodi ngjalli frikën e një destabilizimi më të gjerë, që u arrit megjithatë të shmangej. Incidenti ndodhi gjatë një periudhe tensionesh të shtuara
pas vendosjes së 4 kryetarëve të komunave në komunat me shumicë serbe muajin e atij viti, në vazhdën e bojkotimit të zgjedhjeve nga serbët e Kosovës dhe dështimit të bisedimeve për marrëveshjen e sponsorizuar nga Bashkimi Evropian mes Prishtinës dhe Beogradit. Zona e prekur pranë Mitrovicës është një qendër kryesore për pakicën etnike serbe të Kosovës. Në Shkodër, 91 vjeçari Luiz Shabani është mësues në pension dhe deri dje në ditën e mësuesit është ritakuar me nxënësit e tij të klasës së vitit 1970. Ndjekim Klodian Gjivanin. Mësues Luigi u rikthye në këtë 7 mars sërish në shkollën e tij. Sot ke për të takuar me nxënësat mas sa vitesh? Mos 55 vjeç. I mban mend? Shumë. Edhe pse kanë kaluar rreth 55 vite pa u takuar me shumë prej ish nxënësve të tij, koha nuk ka mundur të zbeh kujtimet dhe nostalgjinë për ato vite. As mosha nuk ka ndikuar në memorien e tij, pasi 91 vjeçari ende i kujton të gjithë nxënësit. Besim Tuzi. Që tam, ishte gjithë, për që s'po të kujtej. Shabandini. Veronika Cepi. Faleminderit. Mas 52 vjet. 55 vjet. Si një dhuratë e veçantë për ish nxënësit, profesori solli disa fotografi të ruajtura me shumë kujdes ndër vite, ndërsa edhe këtë herë ai drejtoi sërish një orë mësimi. Pata fatbardhësinë me pas edhe herë përsëris nxënësa të familjeve shumë të mira. Kja ishte me fluturu. Sa ka nënshuar profesor? Asefia. Ka një fytyrë shumë të gjallë. Pavarësisht moshës. Shumë i saktë në foto. Dje ka marrë për Gjermaniet, sot Shkodër. Për këtë të kemë. Kjo një ditë historike, i falenderoj profesorin Shgar për Italijet për këto. Unë kam marrë për Italijet, më kanë telefonu, unë kam kënë zënë si ti, ko kënë për mua për sëris prap, ko kënë prind, ko kënë mësus. Kam kënë një smur, më ka ardhyer të shpije me më pasi isë. Luiz Shabani është një nga figurat më të shuara të arsimit ndër vite në Shkodër. Turistët e pranverës së Durrësit janë nga shumë vende, ata kanë zgjedhur të qëndrojnë për disa ditë në qytetin bregdetar, janë më së shumti italian, por ka edhe gjerman dhe grek. Marsi ka sjellë rritje të numrit të turistëve në Durrës. Vizitorë nga vende të ndryshme të Evropës kanë zgjedhur qytetin bregdetar për të kaluar disa ditë pushimi. Disa prej tyre janë rikthyer, të tjerë po e zbulojnë Shqipërinë për herë të parë. Erdhëm se fëmijët janë me pushime këtë javë. Për mua është hera e dytë, ndërsa familja vjen për herë të parë. Njerëzit janë shumë miqësor ndaj vendosa të vi familjarisht. Edhe moti 12 gradë më ngrohtë se në Holand. Këta të rinj italian, të kënaqur nga kjo përvojë e parë, thonë se po planifikojnë edhe pushimet e verës në vendin tonë. Jemi me pushime dhe po kalojmë disa ditë këtu. Na pëlqen shumë Shqipëria, peizazhet, ushqimi, gjithçka. Është hera e parë në Shqipëri. Duam të vim edhe në verë për të parë plazhet e jugut. Durrësi vazhdon të tërheq turist edhe jashtë sezonit veror. Ajo që i bashkon të gjithë është mikpritja, klima dhe kultura shqiptare, e cila po fiton gjithnjë e më shumë miq kudo në botë. Lagja Dobraç në Shkodër është shumë e njohur në këtë qytet, është edhe shumë e famshme jashtë këtij qyteti. Shkaken për historitë e atentateve, historitë të fortëve, por ama asnjë prej këtyre nuk e ka penguar një Amerikan me profesion antropolog që të lërë vendin e tij dhe të zgjedhë të jetojë në Shkodër, pikërisht në lagjen Dobraç. Ndjekim Klodian Zhivanin. Jam ndërrëku nga New Yorku, një vit jetoj në Dobraç në Shkodra, e ku është shtëpia ime dytë. Për shumë njerëz, New Yorku është një ëndër, por antropologu amerikan Derek Bastler ka ndrruar qytetin e tij të lindjes me lagjen e Dobraçit në Shkodër. E di për reputacionin e keq të Dobraçit, sepse shpesh e shoh në lajme për krime, por është një lagje shumë e mirë. Të gjithë janë të sjellshëm dhe miqësor me mua, prandaj ndihem si në shtëpi. E vizitova Shqipërinë për herë të parë para 8 vitesh, erdha nga jugu në një tur dhe më pas në Alpet e Veriut, vizitova Thethin, Valbonën dhe më pas Surrajt e Epërm, në Nika i Mërtur. Kam udhëtuar në shumë vende të botës, por ajo që më ndodhi aty nuk e kisha përjetuar kurrë, një mikpritje që nuk e kisha parë kurrë, prandaj u dashurova me këtë vend. Bastler po përfundon studimet për doktoraturën në antropologji dhe si temë ka zgjedhur pikërisht historinë, kulturën, traditat dhe zakonet e malësorëve shqiptar
të cilat më pas do t'i publikoj si një libër. Aktualisht po përfundoj studimet e mia në doktoraturë në Universitetin Europian të Vjenës, ku punoj pjesërisht, po studioj jetën në këto zona të braktisura pas fillimeve të demokracisë, të cilat sot përringjallen nga turizmi. Kam gjetje interesante nga jeta sociale në fshatra, zakonet dhe mikpritja, e cila është shumë autentike. Tani është pjesa më interesante, sepse turizmi sjell të mira ekonomike, por mund të rrezikojë vlerat tradicionale. Kam mësuar shumë nga malësorët shqiptar dhe nga jeta e tyre e vështirë mes maleve, sepse ata shijojnë familjen, miqt, natyrën, dhe këto janë gjërat më të rëndësishme në jetë. Pak javë më parë, Xhamia e Ballijes në Elbasan mori çmimin si objekt i kultit më i bukur i vitit 2025. Ky është një çmim prestigjioz ndërkombëtar që vlerëson arkitekturën shumë të veçantë të kësaj xhamie. Rudina Muça ishte brenda saj për të na treguar më shumë. Tudhësh me Shami, motra muslimane me Shami. Kjo që shihni në ekran është Xhamia e Ballijes së Elbasanit. Para pak ditësh ajo ka marrë dhe çmimin si objekti i kultit më i bukur në botë për vitin 2025 nga Arkdelli. Atë që e bën të veçantë është pikërisht arkitektura, pasi kjo xhami ka 2 minare si dhe një kupol gjigande. Arkitekti është përmbajtja e një sure të Kuranit familjar, e cila quhet surja e kohës. Po të shikojmë, kjo xhami ka ndërlidhje ndërmjet klasikës edhe asaj modernes. Arkitekti ka përshtat duke mbajt një minare të gjatë dhe një pak më të shkurtër, dhe kjo ka një simbol, domethënë, që tregon madhështinë e Allahut Azza wa Jall. Kupola është e veshur gjithë me bakër nga jashtë, edhe kjo prapë tregon atë jetëgjatësinë e fesë dhe jetëgjatësinë e besimit. Pra si bakrit gjithmonë është një element që kur sa më shumë rri, aq më shumë merr vlera. Një karakteristike veçantë e kësaj xhamie është se e gjithë kurora e kupolës është rrethuar me një shkrim arab. Këtu kemi ajetin Kursi, është një nga ajetet më me famë në Kur'anin familjar. Allahu është i jalli dhe ai thotë është zotërus, nuk e merr atë as gjumi dhe as kotja, dhe ai sunduesi i qejve dhe i tokës. Ndërkohë shoh që tek kolonat kemi përsëri disa shkrime të gjuhës arab. Emrat e Allahut Azza wa Jall fillon me kolona e parë, ku themi është emri i Allahut Ar-Rahman, Mëshirues, Ar-Rahim, Mëshirbërësi, El-Malik, sunduesi, El-Quddus, i shenjti. Duket sikur çdo emër përshkruan një cilësi të Zotit, të Allahut. Emrat dhe cilësitë të Allahut. Dhe sa cilësi kemi këtu? Këto janë 99 emrat e Zotit. Xhamia e Ballijes dikur njihej me emrin Xhamia Blu. Ajo është ndërtuar në vitin 1608 dhe thuhet se ka qenë një nga xhamit më të bukura të qytetit të Elbasanit. U shëmb në vitin 1967 nga regjimi komunist, por në 2022 ajo u rindërtua, u bë nga e para, ku afërsisht kemi 1776 metra katror, mund të falen mbi 2000 besimtar. Kati i parë shërben për meshkuj, ndërsa kati i dytë dhe i tretë për femrat. Ndërsa në Bodrum janë zyrat dhe sallat e konferencës së xhamisë së Ballijes. Për këtë arsye, ajo ka marrë dhe çmimin si ndërtesa e vitit për nga funksioni dhe arkitektura. Për Top Channel, Rudina Muça. Në Muzeun Historik Kombëtar dhe në Galerinë e Arteve vijën puna për rikonstruksionin e tyre, për t'i kthyer në objekte moderne. Institucionet e kulturës gjatë vitit 2025 në Tiranë, si kryeqyteti mesatar i kulturës e dialogut, janë fokus të programit më të ri të Top Channel, Ura e MSD-ut, një bashkëpunim me Fondacionin Mediatik Dritan Hoxha. Ky vit e ka gjetur Tiranën, kryeqytetin mesdhetar të kulturës dhe dialogut, gjatë të cilit janë planifikuar aktivitete të shumta në këtë fushë. Përsa i përket trashëgimisë kulturore, 2025 gjithashtu i gjen 2 institucione të rëndësishme kulturore shqiptare, Muzeun Historik Kombëtar dhe Galerinë Kombëtare të Arteve, në proces rikonstruksioni për të shndërruar në objekte moderne. Këtu në këtë ambientin e jashtëm që ne jemi dhe duke parë edhe punimet që po çfarë do bë? Tani këtu në këmbët tona do të jetë një kat në tokë, në të cilin do ketë laborator, do ketë ambiente pune,
këtu duhet të jetë vendi ku do studiohen dhe do restaurohen, konservohen objektet ekzistuese rreth 7.000. Siç e shihni, gjithë kjo hapësirë e famshme e atriumi i Muzeut Historik Kombëtar do të përdoret për të ndërtuar një linjë të historisë së Shqipërisë. Teksa avion dhe rekonstruksioni i Galerisë Kombëtare të Arteve, puna për konservimin dhe restaurimin e veprave të artit të fundit të këtij institucioni vazhdon. Jemi marrë me kartelizimin, dokumentimin e punëve, evidentimin e veprave të paekspozuara më parë ose të paekspozuara prej vitesh, një koleksion që është rreth 4700 vepra që janë goxha, që ndër vite kanë nevojë. Deri në përfundimin e punimeve në këto dy institucione të rëndësishme të Shqipërisë, Tirana si kryeqyteti mesdhetar i kulturës dhe dialogut gjatë 2025-s ofron muze dhe galeritë e tjera me aktivitete të shumta përgjatë gjithë vitit. Institucionet e kulturës në kryeqytet janë pjesë e Ura e Mesdheut, programit më të ri që po transmetohet të shtunave në Top Channel, një bashkëpunim ky me fondacionin mediatik Dritan Hoxha. Ishte gjithçka për këtë edicion lajme, shikim të këndshëm në vazhdim. Mirupafshim.